ju njoftojmë se për të siguruar koordinim dhe reagim efektiv gjatë procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vënë në funksion dhomën operative ku janë të përfshirë zyrtarë të KQZ-s, si dhe përfaqësues të Prokurorisë së Shtetit dhe për Policisë së Kosovës, si dhe të KEC-it. Kjo qendër është aktive gjatë gjithë ditës së sotme të votimit dhe shërben për përcjelljen e zhvillimeve në terren, shkëmbimin e informacioneve dhe trajtimin e çështjeve që mund të paraqiten gjatë procesit. Çdo raportim i pranuar nga institucionet dhe strukturat përgjithëse është duke u shqyrtuar me kujdes dhe në përputhje me kompetencat dhe procedurat ligjore në fuqi të secilit institucion. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga më shumë se 97% të vendvotimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 është 162.439 votues apo 8.29%, nga 1.959.962 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës të mbajtura me 28 dhjetor 2025, sipas të dhënave nga 94% të vendvotimeve kishin votuar 8.27% apo 165.404 votues nga 1.999.204 votues.